Allahu është ai i cili ka garantuar furnizimin. Allahu është ai i cili ka marrë përsipër të furnizojë çdo njeri sa të jetë gjallë. Kur ne harrojmë detyrat tona, kur ne nuk bëjmë detyrat tona ashtu siç duhet, fillojmë dhe merremi në punë të Zotit. Neve Zoti na ka obliguar në Kur'an që ta kërkojmë rrezikun, të lodhemi për rrezikun, pra për furnizimin. T'ia bëjmë hizmetin siç thot populli. Pastaj pjesa tjetër është tek Zoti i gjithësisë. Pra nuk jemi ne furnizues, ne duhet ta ndajmë këtë gjë. Furnizuesi është Allahu, nuk jemi ne furnizuesit. Jetën e jep Allahu, nuk jemi ne jetë dhënësit. Jetën e merr Allahu, nuk jemi ne jetë marrësit. Kështu që ne duhet bëjmë detyrat tona si njerëz, ne duhet bëjmë atë që duhet bëjmë ne. Kështu që angazhimi i njeriu i tepërt, marrja e njeriu, futja thellë nëpër llogarira, nëpër gjëra, largon edhe bereqetin. Sikur ti, domethënë, po beson se je ai i cili do të menaxhojë situatën. Ne thot Zoti mirë, merr pra robin, dili në fund, dili jam mbar, dili jam mban vet. Ndërkohë që njeriu, domethënë, i sheh gjërat në kuptimin, le të themi, në kuptimin horizontal, në kuptimin toksor, punon, lodhet, mundohet, edhe Zoti lëshon bekim, Zoti lëshon marrësi. Ora nuk ka vdek njëri për çapën e bukës, pra me kuptimin Zoti i bën mbar gjërat. Qartë. Pra njeriu duhet të jetë koshient për faktin që as të neglizhoj në bërjen e shkaqeve dhe sebepe për një furnizim normal për familjen e tij, po edhe mos të jetë shumë tahmaqar, mos të jetë shumë lakmimtar. Domethënë pejgamberi alayhis salam e ka thjeshtuar shumë situatën kur tha: kush gdhin dhe ka një streh mbi kokë, ka shnetin dhe ka çfarë i mjafton për atë ditë, sikur ka arrit gjithçka. Pra, ne nganjëherë i ndërlikojmë gjërat, ne nganjëherë i vështirësojmë gjërat, ne nganjëherë mendojmë më shumë se sa ç'duhet, ndërkohë që gjërat janë shumë më të thjeshta. Kështu që edhe kjo puna, domethënë, puna e mënyrës se si shpenzojmë, mënyrës se si harxojmë, nganjëherë ne, domethënë, shpërdorojmë dhe nganjëherë nuk japim atë që duhet japim. Dhe faktikisht ky është fenomen njerëzor, e ka përmendur Zoti në Kur'an. Madje ka ndodhur në kohën e pejgamberit alayhis salam, gruaja e Abu Sufjanit, Hindi, ka ardhur një ditë tek pejgamberi, sa ka thënë: "O pejgamberi i Zotit, ti e di se sa dorë shtrënguar është Abu Sufjani. A më lejohet mu të marr diçka pa e diktaj për vete dhe për fëmijët e mi?" Pra aq dorë shtrënguar ishte sa që as haku nuk ja jepte. Tha pejgamberi sa: "Khudhi ma ikfike wala takun maru." Merr tha aq sa duhet, më fjalë mos e tepro, mos. Kështu që njeriu domethënë duhet të jetë tek mesatarja.